Duke i rezumu këto kuptime kuranore, dalim në konstatime se populli Themud i kishte dy gjëra më të dalluara, ose dy segmente më të dalluara. E para, ajo që e përmendëm pak edhe në mësimet e kaluara, ndërtimi i shtëpive, do thot e kishte të zhvilluar infrastrukturën, edhe jetonin në kushte komode. Kujdeseshin që jeta e tyre të jetë e lehtë. Edhe këto parametra të zhvillimit edhe sot janë njëjtë. Edhe sot një qytet, një komunë, një vendbanim është i mirë për jetesë, do thot ofron kushte të mira për jetesë, kur infrastruktura e atij vendit, atij qytetit është duke i plotësu kushtet e banorëve të atij vendit. Normalisht na kur flasim për këto parametra, fatkeqësisht është e hidhur, por duhet me thonë se ne shqiptarët në Ballkan, në shumicën e vendeve tona, jetojmë në gjendje të kushteve minimale. Ose me thonë ashtu siç e përmendin, në kushte suburbane. Nuk jetojmë në kushtet plota urbane. Ashtu si ka hije një qytetit madh. Ashtu si kurse i ka hije një qytetit të zhvilluar. Andaj, fatkeqësisht, të gjitha segmentet kemi dobësi, kemi mangësi. Do thot duke filluar që nga gjërat elementare, puna e ujit të pishëm, puna e kanalizimeve, puna e bërlloqeve, pastrimit e rrugëve, e pastaj duke ecë më lart te puna ajo që quhet infrastrukturë, ato e ndajnë infrastrukturën në dy nivele, infrastrukturën nën-toksore dhe infrastrukturën mbi-toksore. Do thot lamsh është puna edhe në tokë, edhe mbi tokë. Normalisht, kur i them këtë fjalë, du me thonë edhe një send, na zakonisht fajin ja hedhin pushtetit, që s'ka dyshim ata e kanë fajin kryesor, ama edhe na jemi pjesë të këtij kaosit urban. Se edhe na kena qef me ndërtu pa leje. Malet e kena me ndërtu pa leje se me leje. Malet e kena me ndërtu pa leje, pastaj me luftue, me rishfet, me legalizu, se sa në me pritë radhë 1 muj, 5 muj, 1 vjet, 2 vjet për leje, e pastaj me ndërtu me rregull. Do të edhe na faktisht i na adoptu në kësi kushte suburbane, edhe kemi qef, për shembull, unë jam të nejtë shtëpi, tu pi kafe edhe çaj, edhe nesër kam me pri shtëpinë. Ama kushis, a i bëjdam, atyve kushive tjerë, a jazo udhën, a ka kushte infrastrukturore aty për me bo një shtëpi më të madhe se e që kam, së më intereson, unë e sonte e ku vendosë. Në atë moment, unë jam inxhinieri, unë jam arkitekti, unë jam, dhe më thonë, përgjesi për urbanizëm, unë jam ai që vendosi për lidhje në rrjetin e rrymës, rrjetin e ujësjellësit, rrjetin e kanalizimit, këtë vetë i vendosi. Do të një leje e cila kur merret për ndërtim shtëpie, do të më marr përqimin e këtyre organizmave, na i bim shkurt. Unë e vendosja dhe u kry kjo punë në bon. E pse ti pas e bën problem me ujësjellësin e lagjes, bën problem me kanalizimin e lagjes, bën problem me tensionin e rrymës në lagje, e pse ti pastaj e ze udhën, e pse ti bën bërlloqe, e ze kanalizim, ti s'ti intereson, unë e bu shtëpi të re. Ma ka sill Zoti, elhamdulillah, të bu shtëpi të re. Ky mentalitet, edhe pastaj mentaliteti i pushtetarëve kur e shohin se njerëzit nuk duhen me respektu rregull, atë thotë shumë mirë, vese unë edhe ti me punu për shtetin, atë ti punon për vete edhe për mu. Se normalisht, ai objekt i ndërtum në mënyrë të egër, vjen momenti që jeni udhkriq. Ose duhet prishet, sa është i egër pa leje, ose duhet të legalizohet. Edhe atëre, normalisht, keme punuti me pagujt atë që keme menu se keme bo pa pare,
E tash normalisht aty o e pagun shtetin me ligjet e legalizimit, o e pagun rishfetin. Pagun. Edhe andaj ky mentalitet që dominon tek një pjesë e madhe e njerëzve si shoqëri, edhe ky mentalitet që fatkeqësisht domethënë thehet nga popullata tek pushteti e bëjnë kaosin urban vendet tona. Edhe na jetojmë shekullin 21, viti 2025, edhe maksimumin e ofertave që na japin neve partitë politike është kena me ju rregullu ujësjesin edhe kanalizimin, edhe na duhet të përkasim. Do të llogarizim sukses, kontribut. Edhe andaj paramendot tash para mia viteve, Allahu Dhu Xhelal tregon se populli Themud ka punu shumë në infrastrukturën e vet. Për t'i kriju vetës jetë komode. Edhe na sot duhet me ngrit vetdijen tonë, edhe me kontribue në të gjitha format e mundshme. E para duke filluar nga vetja. Po, procedurat mund të jenë zvarritëse, mund të jenë të gjata dhe të stërzgjata, mirë po duhet me respektu procedurat që pastaj mos kesh problem as me lidhjen me korrentin, me rrjetin e distribuimit të rrymës, as me rrjetin e ujësjellsit, as me rrjetin e kanalizimit, sepse i ke respektu procedurat, e ke marrë lejen edhe nën kuptohet me automatizëm se ajo shtëpi do jetë pjesë e infrastrukturës së përgjithshme në vendin ku jeton ti. Kur ta bësh në zezë pa leje, lidhja jote me korrentin, me rrjetin e distribuimit të ujit është ilegale, lidhja jote me rrjetin e distribuimit të ujit është ilegale, lidhja jote me rrjetin e kanalizimit është ilegal, do thotë edhe për këto faza që ti i ke bën në mënyrë çrregullt, duhesh me paguajt ose penallti ose rishfet. Edhe kjo është situata në cilën na jetojmë, ku as na si individ nuk korrigjohemi, e as shteti normalisht domethënë nuk insiston në rend, sepse na kur e themi këtë muhabet e kemi parasysh se shteti e ka për detyrë me imponu rregullin. Po atë rregull duhet me imponu për gjithë. Duke fillu prej të parit shtetit deri te më i vogël shtet. Te na pse nuk zbatohet, pse nuk arrihet me ndryshu ky mentalitet, sepse shteti kur fillon me zbatu rregullin e fillon pite më i dobti. E më i forti e ka përcen. E normalisht kjo padrejtësi në zbatimin e ligjit sjell pak kënaqësi te popullata dhe insistim në rebelim. Edhe shkon situata kaosi është duke shkuar deri tash. As populli rregullohet, as shteti rregullohet. Po nuk ka drejt populli me e arsyetu veprimin e vet ilegal të pa drejt me padrejtësinë e pushtetit. Sepse kjo kulturë duhet zhduket, se është kulturë e damshme. Së është me rëndësi ati i ke me drejt, apo pushteti ka drejt, me rëndësi është që edhe na edhe ata duhet më ndryshu. E ku të filloj unë të ndryshoj vetën time, edhe komshiu jem të ndryshon vetën e vet, edhe i treti, edhe i katërti, atë kena me arrit me ndryshu edhe qasin e pushtetit ndaj neve. Edhe kena me imponu aty, ose keni me konë drejt, ose s'keni me konë pushtet. Pse i tham këtë fjalë, me kuptu se ka nërë kur na lipim drejtësi për pushtetit, a vetë vazhdimisht e shkelim drejtësin, është e pamundshme na me mri realisht e drejtësia. Edhe për këtë arsye do më na jemi bashkëfajtor në këtë kaos urban. Kjo është forma e parë e bashkëfajësisë, forma e dytë është puna e procesit zgjedhor. Normalisht sistemet pluraliste e parashohin një mandat 4 vjeçar në parlament, një mandat 4 vjeçar në udhëheqësitë komunave. Do të ndaj pushtetin lokal me atë pushtetin qendror. Edhe dyja pushtetit kanë një mandat 4 vjeçar. Ashtu e kanë para pa që mjafton një mandat 4 vjeçar, dikush më kallëzu sa është i Zoti, edhe sa mundet me sos punë. Edhe shumë është, do të thotë, një qasje procedurale mirë. E tash nëse një kryetar komune, një mandat, 2 mandat, 3 mandat, 4 mandat, 5 mandate, nuk bën ndryshime radikale, edhe t'ja përsëri ke votuar në çdo mandat, tash sa ka faje ai që e ka marrë përgjegjësinë dhe se jep hakun, që është ki fajt ti që e përkra vazhdimisht. Se të na muslimanët është rregulli i mirënjohur, do thotë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
nuk ka fshohet besimtari nga e njëjta vrim dy herë. Do të kërkon qasje analitike të gjitha momenteve edhe situatave. Edhe ti e mendon që ky njeri, domethënë, nëse një herë më mashtroi, më tradhtoi, a duhet me përsëri me ndihmu, me votu apo jo? Po flas për situata të rregullta të zhvillimeve dhe procedurave. Normalisht ka dhe situata që rregullta që fatkeqësisht na jemi shumicën e rasteve në asnjë situata kur na mes dy të këshillave duhet me zgjedh të keqen më të vogël. Fatkeqësisht në shumicën e vendeve tona shqiptare pozicioni i votuesit është ky. Deri tash nuk di që kemi pas ndonjë situatë ku kena pas të mundësinë me zgjedh mes dy opsioneve, njëri të mirë, njëri të keq. Po zakonisht jemi detyruar me qenë para një situate ku kena me zgjedh mes dy të këshillave. Na duhet me punu shumë për me sjell gjendjen në situatë normale me zgjedh mes të mirës edhe të keqes. Duhet me punu edhe shumë më shumë për me ardhur në një situatë të favorshme kur do kemi mundësinë me zgjedh mes dy të mirave, të mirë dhe më të mëdha. Do jemi tash në tokë, në underground, në infrastrukturë nën toksore. Do më jemi situatë ku kemi me zgjedh mes dy të këshillave të keqes më të vogël. Se kemi sjell punën me zgjedh mes të mirës dhe të keqes, e mos flasim për një situatë të avancuar më shumë ku kena me zgjedh mes dy të mirëve më të mirë. Elusë Allahun e madhëshëm që Allah me na vetëdisu, edhe me na ndihmu që na të piqemi edhe të ndërtojmë qasje analitike, konstruktive karshi fenomeneve, të zhvillimeve, domethënë shoqërore dhe urbanistike në vendet tona dhe të jemi të vetëdijshëm për këto situata dhe mënyrën se si duhet të kontribuojmë në këto situata. Forma e tretë e pjesëmarrjes së saj është qëndrimi indiferent. Edhe kjo është fenomen i cili fatkeqësisht çdo ditë shkon të urrit. Shumica e popullatave, e popujve që jeton në këto vende, çdo ditë më shumë shfaqin indiferentizmin e tyre karshi zhvillimeve shoqërore, ku edhe politika hin aty. Se për atë unë e zgjerova pak më tepër, kur thash karshi zhvillime shoqërore, se fatkeqësisht na dhe brenda familjeve tona, nëse shohim një fëmijë që pin cigare, i vogël, domethënë 5-16 vjeçar, edhe aty shfaqim qëndrim indiferent. Ai i ri është, na të kënaqet pak. Normalisht ai nesër ka mundësi marrë me bari, edhe ti më thon njëjtë, lesi lirë në të kënaqë. Nesër ka marrë me drogë, kimë thon, haj se i ri është në të kënaqë. Nesër ka më ju bë problem jetë e tij, atë kemë kukaçi dhe me na kemë vajtu, ama atë ka më qenë vonë. Andaj Islami neve na mëson që karshi zhvillimeve shoqërore të gjithave, përfshirë dhe politikën, duhet me pas qasje proaktive. Nuk duhet me leju me qenë indiferent. Duhet me vepru, me dhënë kontributin ton në ndryshimin e gjendjes ton, me konë si qelë, edhe karshi çdo të keqe dhe fenomeni me reagu, normalisht me reagu me dije dhe me urtësi, që mos me shndrua reagimin ton në luftë të vllavrasëse, po thjesht me nis sikur se na hoxhallarët kur flasin për gabimet fetare, themi me thirr në fenë Allahut me urtësi, ashtu edhe karshi fenomeneve negative që paraqiten shoqërinë tonë duhet më sjell me urtësi. Edhe në këtë formë normalisht na me kontribue për me përmirësu standardin e jetës sonë dhe normalisht me i vetëdijsu ata që kanë pushtetin për amanetin që kanë marrë. Edhe nëse vazhdohet kështu me këtë trend ku dalja në proceset e votimit të na shqiptarët lëviz mes 30-35 maksimum 40%, atë ndryshimi i situatës është shumë i vështirë. Edhe njerëzit do thotë me qëndrimin indiferent kanë me ja letue secilit njeri me vazhdu zullumin e tij. Kanë me ja letu. Se masa kritike në brenda 35%, 40% është aq e vogël sa që ai që është pushtet nuk e përfill. Dhe e din paraprakisht se ai nuk mundet me rreziku pushtetin e tij. Dhe nuk e ngushton atë, nuk i jep siklet atij që ai me bë diçka për më mbrojt nga masa kritike. Ose zakonisht në 35%, 40%, do 3-4%, 5% janë masa kritike që i bëjnë potere, që i bëjnë zhurmë. Kërë janë si turma, domethënë, e pasojnë të parin, domethënë, familjes, shoqërisë, rrethit. Ashtu është sistemi, jo vetëm tani, por edhe në botë përgjithësi. Domethënë, votohet me inercion.
nuk mundesh me thonë se çdo votues ka qasje analitike ndaj programit zgjedhor edhe ka votuar se është bin, se kjo s'ndodh as shtetet më zhvilluar demokratike nuk ndodh. E jo më tena. Na votojmë për shembull në familje e kemi simpati për një opcion politik e votojmë atë, këtë familja. Nëse del dikush karshi e bëjmë horrë, sepse ti e prish rrenin familjes tonë. Ose si shoqëni për shembull, jemi shok 10 vjetër edhe zgjedhim opcionin si shoqëni. E fatmirësisht ose fatkeqësisht halas kena arrit situatë me ndërtu qendrim politik si xhamat. Se xhallarët nuk i lejnë me fol për politikë. Edhe xhamati nuk ka qef me ngu xhallarë shumë për politikë sepse u prishën interesat. Se zakonisht kur ka xhallarë që folin për politikë, ata folin domethënë shumicën rasteve folin për interesin e fesë edhe të popullit, nuk kanë interes personal edhe klanor. E kjo situatë normalisht i pengon atyve që kanë interesa personale ose klanore. Edhe andaj këtë situatë është shumë vështirë me bindi, kanë me thonë, valla këtë vi votoje, se kjo është opcioni më i mirë. Edhe valla po unë ama interesi jam është natona, s'është ketona. Edhe kështu vazhdo normalisht, edhe kjo është manifestimi i papjekurisë të gjitha nivelet, dikush ka mundësi me thonë hoç ti mirë e kimi, po ka xhallar që vlerësimet e tyre politike bëjnë edhe atë në bazë interesit të tyre personal, apo familjar, apo momental, apo institucional ku ata punojnë, për shembull Bashkia Islame. Po është e vërtetë edhe kjo qëndron, edhe të pas pasi edhe këtë fakt ndoshta është shumë vështirë me gjetë një hoxh i cili kur flet për politikë flet në mënyrë të paanshme, thjesht vazhdimisht flet për me fitu kënaqësinë e Allahut dhul xhelal vetëm, pa u frikë pe askujt dhe pa pas interes të askush për njerëzve. Tu mos të duhet edhe për xhamatit, bilem se kanë erdhur xhallarët këtu me fol për qëndrime politike se xhamati hip në qafë masane. Nëse flet diçka që është kundërshtim me atë që ai e mendon se është e saktë. Edhe kemi na muhabete të lira kanë erdhur dikush na kundërshton edhe na kërcënohet dashamirësisht, po them na kërcënohet për opsionet tona që kemi na për politikë, domethënë ku folin muhabete të lira dhe misore. Si të qoftë, këto janë probleme që na i kemi. Unë sot i foli para jush, e di se pse foli unë nuk zgjidhet problemi jon, mirë po thjesht na i lëm këto udhëzime, këto këshilla, këto sqarime për ju edhe brezin e arshëm të dinë se ka pas njerëz në këto vende që këto procese të zhvillimeve shoqërore i kanë pa në këtë formë. Edhe kanë punuar me vetëdisu popullin që të zhvishen nga interesi momental edhe personal e të shohin vazhdimisht në prizmën e interesit të fesë, kjo është më madhështoria, pastaj nga interesi i kombit popullit, kjo është gjithashtu madhështore, e pastaj nga interesi i përbashkët kolektiv, gjithashtu kjo është bazike, e jo interesit personal ose klanor. Sepse interesat personale klanore lëvizin, ndryshojnë. Edhe ato mund t'jenë dobishme për ty një moment, a dy, po me konë damshme për ty gjatë gjithë jetës. Edhe na kemi shembuj, fatkeqësisht, të politikanëve, sikur si ka përshkujt Ali Aslani, Maharat, do thotë të maskarejt, hynën politik zbrazu, do më thonë, zhveshur e zbathur, e dolën prej politikës, do thotë, milionera. E ky shembull nuk është shembull i mirë. Edhe unë ja kam thonë vazhdimisht se cili që është marrë me politikë, edhe se cili që aspiron me marrë politikë, do më nuk duhet mi pas shembull këta njerëz, që janë futur në politikë fukara e janë bo milionera. Se çdo herë na duhet me kuptu si paku ne si musliman, po edhe si qytetar, se politika është shërbim. Edhe është të pjesa e aktivitetit shoqëror. Është mundësi për ta shërby shoqërinë tek e cila ose brenda të cilës jeton ti. Edhe të ndihmu shoqërinë, ndihmon edhe vete. Domethënë kur ta bësh ti një udhë qytetin tan, si ja ke letu tjerë dhe ja ke letu edhe vetvetes. Se nëse ki një kerr ti, edhe ki udhën pa gropa, ai kerr nuk dëmtohet shpesh. E s'ki nevojë ti me çute mjeshtri shpesh. Nëse ki një udhë plot gropa, si kerrijat që jenë pushtet, si kerrja ti që është qytetar, ka mu prish, ka mu dëmtu. Edhe andaj kur e bën një rrugë të re, faktikisht nuk fiton veç qytetari, po fiton edhe ti. Pra fiton krejt. Edhe kjo është qasja që duhet me pas të gjithë ata që duan të merren në politikë. Ta vendosin vetveten, kapacitetet e veta psikofizike që kanë në shërbim të shoqërisë. A është lehtë, nuk është lehtë,
A mundet? Mundet. A ka levërdi? Ka levërdi. Ama levërdia nuk është e shpejt, nuk është e përkohshme, nuk është momentale. I ngjan asaj që bëjmë na. Edhe na xhallarët kur folim, do thot nuk fitojmë kur gjon për asaj që folim na momentalisht. Mirë po, jemi të bindur se këtë që e bëjmë na, shpërblimin mas paku e fitojmë prej Allahut. Po elhamdulillah na e kemi pa edhe vet, jemi shpërbly edhe prej respektit, edhe mirënjohjes, falëndërimit dhe përkrahjes për xhamatit. Zot çdo kontribut joti me të paguajt me parë, sepse mund është i mi marë për shembull 10.000 euro rrok, mi po shkosh në spital du me të dash 30.000. Se 10.000 nuk sosin punë. Ti mund është mi marë 300-500 euro rrok, a më shkosh në spital mi pas udhtë të qelta dhe dyrë të qelta që në shumicën e ndërhyrje mi bo pa pare. E këta shofsh, ti ke fitu ma shumë me 500 euro se me pas marrë 10.000 euro. Dhe kjo është e mentalitet që ne i themi shokëve, hoxhallarëve, vllazive, aktivistave, mos e shndërroni çdo aktivitet në vlerë monetare, në pare. Se ajo që të kthehet me respekt edhe me shërbim mund me qenë shumë më e madhe se ajo që ti e merr si rrok si pak pe punës tonë. Mirë, po njerëzit normalisht yuhibuna al-ajila. Thot Allahu Kur'an, e dojnë të shpejtën, momentalen, wa yadhuruna al-akhirah, dhe lën pas dorë ahiretin. Këtë njerëzit janë çështu. Më shumë mi dhon mundësi me pa një parë në një vend, edhe një faleminderes ose turit nera më një vend, çka thojnë? Turit nera faleminderes ka boll, parën e merr. Megjithëse ajo letra faleminderes turit nera mund me pas për shembull 1.000 euro mrena, e këtu me ka 100 euro. E ti e shef letrën me faleminderes, thë Muhamedi ti marr 100 euro se sa faleminderes. Kur e çela e letrën e faleminderes, i shef 1.000 euro mrena i thot çka bën. Kështu është situata e jetës son. Shumë në mënyrë figurative e treguam është kështu. Shumë më mirë është me qenë mirënjohës, domethënë ndaj njëri tjetrit, edhe mu mundu nerën me kthy se sa me shndru në do thot kthim monetar, me vlerë me parë vetëm. Mirë, po normalisht edhe njerë për them, njerëzit zakonisht lakmojnë pas materiales, pas të shpejtës edhe kanë vështirë me e pranu këtë rregull.